Një popull pak i ndriçuar është një popull shumë kollaj i manipulueshëm, i menaxhueshëm. Ne nuk njohim shkrimtar sot. Si ka mundësi vendin që ka nxjerr Lazgush Poradecin, Migjenin, Ismail Kataren, Fishtën? Si ka mundësi nuk pas ka talente të reja që dalin? Është televizioni që e bën VIP-in, nuk e bën VIP-i televizionin. Publiku duhet japësh atë çfarë artisti ka nevojë, jo çfarë publiku do. Që dashuria është temë e jashtëzakonshme për të trajtuar, po nuk mund të kesh një album gjitha këngët për dashurinë. Fondet janë shumë të vogla, janë të pamjaftueshme për të bërë një shfaqje teatri. Një popull pak i ndriçuar është një popull shumë kollaj i manipulueshëm, i menaxhueshëm. Ne nuk njohim shkrimtar sot. Si ka mundësi vendin që ka nxjerr Lazgush Poradecin, Migjenin, Ismail Kataren, Fishtën? Si ka mundësi nuk pas ka talente të reja që dalin? Është televizioni që e bën VIP-in, nuk e bën VIP-i televizionin. Publiku duhet japësh atë çfarë artisti ka nevojë, jo çfarë publiku do. Që dashuria është temë e jashtëzakonshme për të trajtuar, po nuk mund të kesh një album gjitha këngët për dashurinë. Fondet janë shumë të vogla, janë të pamjaftueshme për të bërë një shfaqje teatri. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'len, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe në këtë të mërkur. Jemi së bashku, ora 17:00 dhe do të qëndrojmë për goxha minuta në shoqërinë e njëri tjetrit për ta bërë pasditën tuaj akoma edhe më të këndshme. Si gjithmonë përballë meje është kolegu Egon Loli. Hej miq, përshëndetje, si po kaloni dhe mbi të gjitha me këtë vapën e tmerrshme që ka plasur. Nuk e di si ja bëni ju, si po freskoheni, sidomos ju që jeni në punë dhe ktheheni tani në edhe në mes të trafikut, edhe me po shiqyr kondicionerit thuaj. Prit Egon, prit të bëj timen, të na freskon. Më vjen. Për ju të tjerët që keni marr pushimet, edhe po na ndiqni nga ndonjë vend në plazh, nga ndonjë lounge, andej edhe bëfshi qejf, por edhe për ju të tjerët që keni patur ditën edhe të gjitha këto ditët mjaft të nxehta në Tiranë, jo vetëm për shkak të motit edhe për të temperaturave, por edhe për shkak të zhvillimeve dhe të protestës, ju që e keni ndjekur atë. Ne ju përshëndesim të gjithëve, uroj që të jeni mirë dhe do flasim sërish sot për artin skenik. Për artin dhe jo vetëm, për çdo dimension jetësor kam përshtypjen unë. Kemi të ftuar një regjisor, skenarist dhe shumë gjëra bërës, do e thosha kështu, sepse teksa bëja kërkime zbulova për shembull që këndonte. Binte kitarës. Është shumë gjëra tjera. Megjithatë, ne do t'i flasim të gjitha. Kemi kohë mjaftueshëm besoj për të eksploruar kudo. Erion Kame i ftuar në Kinotekë Sol. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Përshëndetje, kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha jona. Erion, ti si ke marrëdhëniet me vapën? Me vapën i kam më mirë se me të ftohtin, me thënë drejtën. Të ftohtin nuk e duroj dot. Nuk e dua. E gjetëm një të përbashkët. Unë kam të kundërtën. Domethënë asnjërin as tjetër nuk e dua, po të jetë për të zgjedhur më mirë i ftohti. Unë zgjedh vapën. Gjithashtu, më mirë. Se kur është ftohtë mund vishesh, e gjën zgjidhjen, po kur është vap çat heqësh, çfarë të zhvesh më. Po duket se edhe zhvillimet e fundit janë bashkuar pak kësaj vapës, edhe Tirana vlon, është bërë shumë nxehtë këto kohët e fundit. Si të duket ty? Po, është e vërtet, temperaturat janë rritur dhe kjo është gjë shumë e mirë. Temperaturën trupi e ngre vetë, është sistemi imunitar. Sistemi imunitar e vërtet, po. E ngre temperaturën, kështu që edhe populli ka ngritur temperaturën tashi për të hequr sëmundjet që ai mendon që ka. Është gjë shumë e mirë. Më pëlqeu krahasimi. Domethënë është sistemi imunitar i trupit që lufton me virusin apo me sëmundjen, me virusin. Dhe kjo jep temperaturën. E njëjta gjë ndodh edhe në shoqërinë tonë. Ajo është duke ndodhur edhe tash. Temperaturat kanë shkuar shumë lart, mbi 40. Po s'ka gjë, aty jemi për të freskuar, për të gjetur zgjidhje. Gjithmonë. Populli është për ta nxehur situatën gjithmonë. Shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë.
Më pëlqeu mënyra se si e përshkrove këtë, sepse në fakt duket një situatë që i ka dhënë një tjetër atmosferë këtij kryeqytetit ton shpeshherë të zhurmshëm ku secili nxiton të kapi ritmin e ditës që vlon edhe dita. Pra që kur nisesh mëngjes ti ke trafik, ke 1001 gjëra dhe zorset mund të shkojnë mendja për të menduar pak se si ti japësh zgjidhje, po situata ka marrë një tjetër pamje tashmë dhe për këtë na bëhet qefi. E ke vënë re sa gjë janë zgjidhur në kryeqytet gjatë kësaj kohe, Viola, për shembull nuk ka trafik në mbrëmje. Për ata nuk po harxojmë lek se kemi të ditë. Edhe sot paradite nuk ka pasur trafik, ka pas shumë pak. Domethënë ishte një orë nga mëngjesi herët dhe pastaj nuk kishte trafik. Ishte goxha mirë. Po ashtu po dalësh në protestë, po të përplasesh me njëri, të dy palët thonë më fal. E vërtet. Ka një lloj solidariteti kështu çuditshëm. Edhe unë kam evidentuar këtë dhe më pëlqen. Njerëzit janë bërë më të mirë, janë bërë më të ngrohtë me njëri tjetrin dhe mbase kjo na duhet dhe se kemi ditur. Absolutisht dakord. Edhe e ke vënë re për shkakun që shumica e kafeve janë bosh. Sidomos pas ditës, se para dite janë në punë njerëzit. Po, dhe na duhet ajo kafe mëngjesit se s'kemi ç'i bëjmë. Ajri është më i pastër, plus edhe këto të tjera që tha Erioni. Pra, një gjë dhe shumë të mira bashk, po themi kështu. Po besoj gjatë bisedës do kemi mundësi të ndalemi prap këtu, sepse nga do të rrotullohemi prap aty do shkojmë. Patjetër. Por Erion, le ta nisim pak me ty. Kjo është një nga ato pyetje tipike që bëhen zakonisht intervistave, por gjithsesi unë do të ta drejtoj kur e ndjeve se arti do ishte pjesë e jetës tënde. Pra do ishte pjesë e ti, jo thjesht si diçka e jashtme, ashtu sikurse unë apo Egoni apo dikush tjetër e sheh. Ka qenë pikërisht në gjimnaz kur nuk shkoja shumë mirë me këto lëndët eksakte, me matematikën, me fizikën, me kimin sidomos, nuk kisha marrëdhënie shumë të mira, po bëja artime shumë të mira. Unë merja 10 në hartime. Unë kisha shokët e mi cilët shkruanin, botonin në për gazeta në ato kohë në vitet 90, botoheshe shumë dhe ata merrnin 8, merrnin 9, nuk u vinte as pak mirë që unë merja 10. Dhe në vit të 4 kur kam qenë, kam bërë një artim, nuk e di e ka bërë njeri këtë në Shqipëria, diku domethënë, temë artimin nuk e mbaj mend temën, por unë e kam bërë në formë dialogu. Domethënë nuk bëra një përshkrim që sot është një ditë me diell e bukur etj. Këto përshkrimet letrare, por bëra një dialog. Erioni që fliste me dikë tjetër dhe mësuesja më vuri 5. Po sepse nuk ishte fare në stil kështu më tha. Megjithatë unë e guxova dhe aty kuptova që unë e doja teatrin, e doja dramaturgjinë, po. Dhe thash patjetër që mund ta bëj profesion këtë gjë. Ishte një thirrje, po. Ka ndryshuar ndonjëpak mënyra se si arti shihej atëherë dhe si shihet sot, pra ti i ri në atë kohë, pra ti në atë moshën e zgjedhjes së profesionit, me një të ri sot në moshën e zgjedhjes së profesionit. Nuk e di, këtë nuk mund ta them, mund të them nga fëmijët e mi, vajza ime studion për arkitekturë, është në vitin e 3, ajo i jepej shumë për të pikturuar, kishte shumë dorë, por duke parë profesionin e teatrit dhe tjemës, duke parë që nuk është dhe aq shumë në treg, vendosi që, si me thënë, ta monetizonte profesionin në një farë mënyrë dhe zgjodhi arkitekturën, që është një deg jashtëzakonisht shumë e bukur, por që ka edhe krijimtarinë brenda. Nuk e di pjesën tjetër pasaj se si e zgjedhin, di për shembull them me shumë keqardhje them që në Akademinë të Arteve nuk ka shumë prurje siç ka pasur në kohën tonë, në 96-ën kur ne kemi konkuruar, kemi bërë 3 ditë konkurs atje. Kurse sot, me sa di unë, brenda një dite, aq sa shkojnë, aq zgjidhen, atëherë kemi qenë gati 200 veta për 8 vende. Ka pas shumë prurje. Sot, me sa duket arti nuk është shumë në treg. Në Shqipëri flas gjithmonë. Është për të ardhur keq. Të trishton situata? Patjetër, është për të ardhur keq. Sepse
arti është një zgjedhje, si më thënë, nga e keqja, hajde të bëjmë një shkollë, të marrim një. Ne nuk e kishim kështu në atë kohë. Domthon tek ne ka pas student që kanë qenë kështu ekselent në të gjitha lëndët, me 10 kudo dhe vinin për të bërë shkollën e arteve. Domthon për aktor apo regjisor. Zgjedhje e mirë fillt. Prej vërteti. Po, zgjedhje e jetës, ti bën një zgjedhje dhe zgjedh teatrin apo filmin. Të bësh aktor, të bësh regjisor, dramaturg, skenograf, ka pas koreografia ka qenë aty. Ka pas domthon ka qenë një mënyrë jetese arti, kurse sot më shumë është një diplomë që hajta fusim në xhep, ta kemi. Pastaj gjejmë një punë dhe kështu mbyllim jetën, gjë që nuk të bën kurse si artist. Dhe nuk të përmbush nga ana tjetër. Sigurisht. Nuk të përmbush nga ana tjetër. Në momentin që ti thua, unë të marr një diplomë, të zgjedh një punë, këtu ka marr fund. Ka marr fund. Po cila është gënjeshtra që i ke thënë ti vetes shpesh për ta vijuar këtë gjë? Për ta vijuar, sigurisht ti e ke vijuar sepse ti ti jeton me atë gjë, nuk ka nevojë ti thuash gënjeshtër. Po një gënjeshtër për të justifikuar këtë pareatin. Kjo është gjëja që unë di të bëj, nuk di të bëj gjë tjetër. Po dija diçka tjetër ose më saktë te arti jam i fokusuar. Nuk di të shkoj jashtë shtetit të bëj emigrantin, unë prapë artistin do luaj edhe atje, më mirë po e bëj këtu në vendin tim. Sigurisht tashi me ardhin e teknikave të reja janë lecuar shumë, unë po merrem tashmë edhe me rrjetet sociale, po përpiqem, si më thënë, ta komercializoj profesionin tim sa të mundem, aq sa mundem. Me TikTok, me YouTube, është për të ardhur keq që teatri dhe kinemaja janë aq të varfra në Shqipëri. Janë të varfra. Të varfra në sensin ekonomik, financiar, patjetër. Apo edhe në sense të tjera, pra edhe tek publiku apo tek shfaqjet apo tek cilësia. Është temë shumë e gjerë. Unë para, domthon 2 javësh nxora një artikull ku ka problematikat kryesore të teatrit. Midis të tjerave, se ka shumë problematika, midis tjerave janë fondet që janë të përmbledhi çik artikullin, se është goxha i gjatë. Janë fondet, janë shumë të vogla, janë të pamjaftueshme për të bërë një shfaqje teatri. Qoftë nga ministria, që i ka edhe më të vogla, qoftë nga Bashkia e Tiranës. Pastaj është do kthehemi dhe dorim goxha gjatë tek pjesa e problemeve strukturore që ka kjo gjë. Por më tepër kur the të varfra, unë do doja të fokusoheshim pak tek cilësia, tek përmbajtja, tek nuk e di si për sa i përket, pse duhet ndar teatri me filmin, sepse teatri ka tjetër specifik, teatri është më imun ndaj prurjeve nga rruga, si më thënë. Nuk duhet të ofendoj njeriu, nuk e ka me inat këtë gjë. Shiko, le ti themi ca gjëra. Jo, me objektivitet. Atë po bëj. Domethënë po duhet të heq këtë pjesën se mos se kupton njeriu që kam në inat me dikë. Gjëra do i themi patjetër. Në muzikë janë futur shumë element nga jashtë. Te filmi po ashtu kanë filluar kohët e fundit. Muzikë ka 20 e kusur vjet, domethënë që kush nuk po bën muzikë. Jo se s'ka drejtë kushdo, por tallavaja tashmë është e njohur. Kalojmë te teatri. Teatri është më imun. Nuk mund ta bëj dot dikush nga rruga. Do bëj një profesionist. Dhe për sa i përket cilësisë së teatrit është më lart. Qoftë teatri kombëtar, që ka shfaqje vërtet shumë të mira, po ashtu edhe teatri Metropolit, teatri eksperimental. Por problemi është që këtu janë vetëm 3 teatra në Tiranë. Këto ka një teatr Shkodra, Vlora, Elbasani, Korça, dhe këto pastaj janë tmerrësisht pak. Llogarisni tash një njeri në Tropoj apo në Skrapar apo në Librazh që nuk ka shkuar kurrë një sallë teatri. Është për të ardhur keq. Don se si ka degraduar teatri në këtë periudhë. Pastaj që të kalojmë te filmi, filmi po, në cilësi është shumë i varfër. Ky që prodhohet, si më thënë, nga amatorët e filmit.
gjen 5 lek dhe bën filma, shesin kinema, sepse publiku është i etur për dhe ata e din këtë etje të publikut, po është si të shesësh patatina dhe brokoli. Domthon të gjithë do shkojnë te patatinat sepse janë ushqim më i këndshëm për gjuhën. E tillë është edhe ndërkohë që brokoli është i shëndetshëm dhe e dim. E tillë është marrëdhënia. Domthon shfrytëzohet kjo uri e publikut për kinema, për imazh, për ngjarje shqiptare, se ka të bëjë edhe kjo, pastaj kjo është një temë edhe më e gjatë akoma. Dhe përfitojnë nga kjo gjë dhe nxjerrin para pafund dhe shumë mirë që nxjerrin sepse ai është treg i hapur, është i lirë, por është helmuar tregu. Po se nuk është as treg, si Shqipëria nuk ka ndonjë treg. S'ka një treg të mirëfillt. Jo, nuk ka treg. Në industrinë. As Franca nuk ka treg, Amerika ka treg, India ka treg. Kudo futet shteti si subvencionues. Po, fatkeqësia këtu është që qendra e filmit ka një buxhet skandaloz për realizimin e filmave. Ka diku te 1,5 milion euro. Është më i vogël si Maqedonisë Veriut, më i vogël se i Kosovës, i Bosnjës. E çdo vend i rajonit nuk po shkojnë pasaj në Francë, në Itali. Tani, mua kur të kam dëgjuar në biseda të tjera, më ka bërë përshtypje që ti ke bërë një kritikë edhe ndaj kinematografisë së realizmit socialist, Kinostudios. Gjithashtu sot bëre një kritikë edhe ndaj kinematografisë sotme shqiptare. Cila duhet jetë referenca jon të paktën si shikues, se nuk jemi specialist, nuk jemi aktor, regjisor që marrin vesh nga kjo fushë. Cila duhet jetë referenca jon në filmat mirë shqiptar, kur të dyja janë me probleme? Ose dikush është më e mirë se tjetra, ose si funksionon kjo gjë? Tashi, kur thua kritikun, domthon tekstualisht, unë e di ku referohesh, tekstualisht kam thënë që ne kemi regjisor të jashtëzakonshëm, aktor, skenarist shumë të mirë. Por filmat kanë qenë të ndikuar nga politika dhe këtë e dim. Dhe kjo është pjesa ku unë kap se duket kështu sikur po them shiko se kinemaja fillon me neve, fillon me mua etj. Jo, absolutisht. Domthon kjo ka qenë kritika dhe kinemaja shqiptare ka qenë pa diskutim shumë e ndikuar ka qenë shumë e ideologjizuar. Patjetër që ka filma shumë të mirë, filma të jashtëzakonshëm, po janë të pakt filmat e mirë shqiptar. Pjesa tjetër flas edhe për interpretimin dhe për të gjitha, edhe për historitë. Pra në tërsinë e vet, po. Në tërsinë e vet, filmat janë shumë të politizuar. Dhe kjo i bën të dobët. Të helmuar për Nëse atyre filmave do t'i hiqej politika, çfarë do mbetej? Nuk e di pasaj. Nuk e di. Po, një film politik, po themi, Dueli i Heshur është film i jashtëzakonshëm, Duam po ta marrësh nga mjeshtria e aktorit, nga mjeshtria e të shkruarit, skenarit, nga detajet regjizoriale, aktorët janë të jashtëzakonshëm. Po ti që ajo pjesa politike pasaj, patjetër që filmi është për tu parë. Por duhet llogaritur që filmat i kanë shërbyer një sistemi totalitar, një sistemi që si ka bërë as pak mirë Shqipërisë dhe shqiptarëve mbi të gjitha. Nuk kam gjë me krijuesit, kuptohet, se ata kanë qenë në punë, kanë qenë të punësuar nga kushte për realizimin atyre filmave. Patjetër. Domthon propaganda ishte në pikun e vet. Në këtë drejtim them, nuk kam gjë me, si më thënë, me aktorët dhe s'mund të kem, se ata janë pedagogët e mime, me regjisorët, ata janë për sa i përket filmave të mbas viteve 90, që ti e lidhe pak edhe me histori shqiptare. Pra që the duan të shesin histori shqiptare. Ky është një handicap tjetër pasaj i atyre viteve, i filmave të viteve të komunizmit, po i quaj, që nuk e di sa të vërteta janë të gjitha ato histori.
duhet veçoj që këto filmat e viteve 80 se janë më ndryshe, janë kapur i çik tema sociale, dramat familjare, dramat sociale, vjen i çik më pak politik atje, do të duket që pak më modern, ka pak më liruar pak. Po këto filmat me partizan, me ata priftërinj, domethënë që i kishin gjithë këqijat e botës, domethënë personazhet të sajuar, domethënë partet e zi, qartë. Që në kinema nuk ekziston, ose ekziston ose nuk e di, se ka edhe Amerika filma që unë i quaj realizmi kapitalist. Po, sigurisht. Të viteve 80 zakonisht. Viteve 80, po ke një kapiten Amerika, domethënë që po. E kam parë një herë, domethënë vura duart në kokë, nuk e besoja. Mitet të cilat do duhet ishin të i kaluar me popull që vazhdojnë ende. Që të dalte te filmat e sot. Te pjesa e historisë, ne prandaj nuk i pëlqejmë filmat e viteve pas 90-s, sepse kanë histori kryesisht të vërteta. Por ne nuk kemi mësuar që ta shohim veten në kinema. Filmat italian po ta shohësh të neorealizmit kryesisht, ato kanë bërë Italinë. Ato e kanë quar Italin emancipimin e asaj shoqërie në ato nivele që është sot. Ne nuk e personifikojmë veten me asnjë personazh të filmave para viteve 90. Ne themi sa mirë ky e bëri. Po kështu jam edhe unë, por nuk jemi ashtu. Jo. Nuk kemi asnjëri nga neve nuk është Mato Gruda, po themi. Ky film fantastik, mua pëlqen jashtëmase. Fantazi. Është një fantazi, tema është e jashtëzakonshme, domethënë që kundra një të keqe të madhe ne falim gjaqet me njëri tjetrin, janë dy familje që janë në gjak me njëra tjetrën, po kundrejt okupatorit ne i falim. Është një skenar i jashtëzakonshëm i Dritora Gollit dhe një film shumë i mirë i Viktor Gjikës. Por nuk e di sa është ai shqiptari thjesht atje. Paçka që ai film ka shumë mjet brenda. Cili rol do t'i shkonte shqiptarit të thjesht sot? Pra si do dukej nëse do ta ndërtoje dhe ta përfshije në film për t'ia përplasur, po e them në thonjza të një nga skenarët që unë po përgatis, janë dy vëllezër që se s'dua të zbuloj shumë, të cilët kanë një konflikt me njëri tjetrin dhe njëri hap rrugë. Për prona, besoj. Tjetri nuk hap rrugë, jo, nuk janë për prona. Se zakonisht për prona e kanë konfliktet. Është diçka edhe më rëndom se prona. Dhe thelbi saj është intoleranca. Njëri prej tyre nuk hap rrugë, domethënë, dhe nuk hap rrugë. Është një lloj derri me zile, kam qejf ta quaj se derri nuk ka qaf. Po ai është, domethënë, filmi duhet ketë problematika. Kryesisht filmat e realizmit socialist ti e dije si do përfundonin. Ti e dije pak a shumë problematikën dhe e dije se si çfarë mesazhi do jepte. Ky është i miri, ky është i keqi, ky do fitoj, ky në plera s'na duhet më. Ndërkohë që filmi duhet jetë shumë kompleks, siç kanë qenë filmat italian, francez apo edhe amerikan të atyre viteve, kinemaja aziatike, pasaj një mrekullim më vete. Nuk kemi mësuar të shohim veten dhe është problem shumë i madh. Prandaj kur shikojmë Fjala vjen, po përmend një film të Gent Koçit, filmin e parë, Dita Zofill. Është një film shumë i mirë, por kam frikë se është një film që nuk përtypet kollaj, sepse është shumë i rëndë për shoqërinë. Ai flet shumë mirë shoqërisë. Një film tjetër shumë i mirë është Parrullat e Gjergj Xhuvanit, film i jashtëzakonshëm. Dhe janë bërë edhe filma të tjerë, po janë prodhuar shumë pak. Dhe pastaj kjo është mos ndoshta nuk e pëlqejmë veten, po ta shohim të reflektuar në këtë dramaturgji. Eksakt, po them. Ne nuk na pëlqen vetja. Po pse na pëlqen kaq shumë, për shembull ky versioni i mafias shqiptare, që e kanë përdorur shumë në këto filmat komercial të viteve të fundit. Ato janë realizmi këtu në Shqipëri. Po, nuk e di, pastaj këtë pjesën e mafias. Edhe në kinemat. Pikërisht pra se bëhet ideale çdo gjë, edhe ajo puna e mafias, domethënë
Mitizohet, domethënë po unë jam ky mafiozi, unë jam ky i suksesshëm, ndërkohë harrohet ai njeriu i thjesht, njeriu që ka halle, që po rrit fëmijë, që ka problematika shëndetësore, ku ta di unë, po e fuskot tash. Edhe shumë e kanë thënë Erion në fakt, shumë nga të ftuarit tanë që ka kaq shumë histori në çdo rrugicë të Shqipërisë, sa që mund të prodhosh skenar pafund. Vërtet jemi vend i vogël, por ke pafund tema për të folur. Dhe kryesisht ne kemi bazuar temat, nuk dua të arrin konkluzione se kush janë për të arritur në konkluzione në këtë pikë, po të paktën mua më shkruar përshtypja sikur shpesh herë ne kemi përqendruar një pjesë të madhe të vëmendjes kur prodhohen filma tek burneshat për shembull, apo ke pra në disa tema klishe, të cilat besoj kanë pasur hapësirën e tyre dhe duhet zënë tani vend edhe tematika të tjera që janë pjesë të përditshme të shoqërisë shqiptare. Dakord, po kjo ka të bëjë me një tematik tjetër, pastaj me punën e financimeve, se si gjenden financime. Unë nuk e kam parë filmin Burneshat, kam dëgjuar fjalë shumë të mira. Por histori shqiptare që duhet bëhen egzotike për jashtë shtetit, domethënë që mos ta shohë vetëm shqiptarët, ta shohë edhe francezit, ta shohë amerikanë. Për festivale po themi. Për festivale, domethënë cilën diçka egzotike. Prandaj shteti këtu ngulmoi, domethënë shteti duhet të futet fuqishëm në kinema me financime. Po çosh për shembull provimet e studentëve që mbarojnë akademinë janë të jashtëzakonshme. Qoftë vitit parë, 2, 3 e kështu me radhë, domethënë, që ato filmat e shkurtër fare, gjerë tek ato diçka më të gjatë që kanë ato. Janë burim frymëzimi, janë të jashtëzakonshëm. Gjithë ata që mbarojnë, pastaj shkojnë bëjnë puna të ndryshme, nuk e gjejnë veten te ky profesion, megjithëse mund të jenë shumë të talentuar. Mendoj që nuk e gjejnë financiarisht apo nuk e gjejnë sepse tregu nuk ka mjaftueshëm hapësirë për të shprehur gjithë kreativitetin që kanë. Të dyja bashkë. Shkojnë bashkë ato. Të dyja bashkë, e njëjta gjë është ajo. E njëjta gjë është ajo. Nuk ka para, nuk do financohet. Shiko, filmi është domethënë e themi gjithmonë është industri. Bëhet me lek, nuk bëhet pa lek. Nuk kam prodhuar edhe film pa lek. A kupto? Kam bërë film pa shkurtër, për pasion, mblodha njerëzit, hajde ta bëjmë, për çfarë ta bëjmë, po ta bëjmë, është më mirë se mos ta bëjmë, domethënë, po gjerë këtu ngel, domethënë te frymëzimi. Pastaj ti mund ta joshësh, si më thën, një aktor, ti thua hajde se do marrësh një. Po shku sur ka ai elektricisti që do vërë llampat atje, domethënë. Ai duhet paguaj. Ai s'ka lidhje me kinema me filmin ai. Jo, ka lidhje, se ai punon në këtë, po ai paguan qira për ato, për mirëmbajtjen e për gjitha. E nuk ta bën dot falas. Ti mund ta marrësh edhe një aktor falas, po patjetër, është ja do ta bëj një mik i yt. Ai ka vjen me një kamion të madh atje, do paguaj vetëm naftën. Po çfarë do hang ta njerëz? Domthon se duket banale, domthon çfarë do han, çfarë. Po ti gjithsesi e ke bër filmin pa lek, ë? Filmin pa lek po. Ktu e 22 vjet përpara, po. 2004, po. Kam bërë një film me gjërat që kisha. Dëgjova regjisorin e Desperados, Rodriguez, ja rrova. Ai thoshte domthon, nëse s'ke lek bëj me ato gjëra që ke, bëj një film me ato gjëra që ke. Ke një makinë, shfrytëzoje. Unë kisha një klub atëherë bashkë me prindrit e mi dhe aty në atë klubin ishte edhe bilardo, domethënë krijova një histori shumë simpatike dhe bëra një film. Filmin e hodha pastaj është në YouTube, njerëzit mund ta shohin se është i lirë. U pëlqyer shumë në festivale që e kam çuar sepse është një histori shumë e thjeshtë. Edhe e bër pa lek, diçka. Nëse nuk jam shumë krenar për këtë gjë. Filmin e dytë po kjo tregon që mbase ti pagesa më e madhe që ke bërë për atë film është pasioni, është. Po dakor për pasion. Dashuria. Po mund ta bësh një herë këtë punë. Edhe filmi i dytë që bëra Një jetë me ty është film me metrazh gjatë. Është një film i mirë, një film. Po. Por është bërë me shumë pak lek. Cili do ishte buxheti perfekt, nëse do ta rikthej një jetë me ty? Një jetë me ty.
Po duhet të ulem ta llogaris. Se janë rritur dhe çmimet këto vitet e fundit. Dakor, po kinema është demokratizuar shumë, prandaj po bëjnë gjithë filma. Digitalizimi i kinemas i ka ulur shumë kostot. Nuk është më me film, me bobina që duhet duhet stampuar, ka pasur ato proceset të gjata dhe shumë të kushtueshme. Por nga ana tjetër paguhet shumë marketingu tani. Pra si tu është ka zëvendësuar atë pjesën e infrastrukturës, kjo pjesa e marketimit. Po, patjetër. Ka rritur këtej kostot në një mënyrë. Patjetër, po. Edhe marketimi pasaj është histori më vete. Edhe ajo. Ka disa nga këta filmat e rinj që dalin që ka marketing të jashtëzakonshëm. Dhe ti thua pa le çdo shoh. Dhe kur shikon pastaj zhgënjesh patjetër. Ka ndodhur edhe kjo. Si shikuese, të paktën unë e kam përjetuar. E kam përjetuar si ndjesi, ti përgatitesh, ky do jetë një produksion i jashtëzakonshëm, do më lëri të shokuar, do mbetem diku aty, pastaj ka ndodhur një gjë edhe më është rrëzuar poshtë gjithë ajo ideja e krijuar prej marketingut. Mirë, unë them ta mbyllim pjesën e parë. Dhe te hapësira muzikore do të kemi këngët e Erionit. Kështu që i shijojmë së bashku dhe pastaj rikthehemi sërish për të vijuar bisedën. Bukur. Jemi rikthyer. Jam në studio me kolegen time me violon edhe me Erion Kamen. Vazhdojmë të flasim për kineman, për teatrin. Dhe po në këtë pikë unë do doja të flisnim për muzikën. Të flasim për muzikën. Okej, flasim për muzikën. Si erdhi kjo thirrja për muzikën, Erion? Gjithmonë gjimnaz. Aty është piknisja. Të parë kisha shumë qejf. Ne na kapi vitin 90. Kishim gjëra të dëgjonim vetëm festivalet, mund të kishim dëgjuar maksimumin e Michael Jackson dhe pastaj filluam të dëgjonim Beatles-at, Rolling Stones-at, filluam të dëgjonim rockun e vërtet. Dhe ishte një muzikë që mua vërtet më goditi, ishte një shok kulturor, si më thënë. Dhe doja patjetër të gjeja një gitarë dhe t'i bija, atëherë ishte shumë vështirë, domethënë duhet ta bleje, po bote diku 7.000 lekë. Domethënë 8-9.000 lekë kanë qenë rrogat e prindërve tanë. Pra, më shumë se gjysma e rrogës do shkonte për kitarën. 90% e rrogës. Sajova diçka dhe pastaj avash u gjet një kitar, fillova ta mësoja me ato kurse që ishin atëherë. Gjej një metodë këtu, e kam mësuar autodidakt. Edhe një çik me vesh, po. Po tekstet janë goxha thumbuese dhe therse. Faleminderit. Se mua ajo më bëri përshtypje dhe ndjej që sot muzikës shqiptare kjo i mungon, që të ketë edhe mesazhin brenda se ka këngë sa të duash që të bëjnë të kërcesh, të bëjnë të shijosh mbrëmjen për shembull nëse ke dal, por pak janë ato që të mbeten në mendje dhe ti fillon të reflektosh ose thjesht në një moment mbetesh aty për të kuptuar më gjerë tekstin. Çfarë të frymëzon? Është e vërtetë, është gjithmonë realiteti. Unë kam shumë miq të mi muzikant që janë me emër dhe e bëj gjithmonë këtë debat, domethënë hiqni dorë nga këngët për dashurinë. Sigurisht dashuria është temë e jashtëzakonshme për të trajtuar, po nuk mund të kesh një album gjitha këngët për dashurinë. Ka tema sociale pafund. Një këngë duhet të ketë thirrje, duhet rasti, duhet provokoj. Tani nuk i kujtoj tekstin, po ndër këngët që ti ke në kanalin tënd të YouTube-it, është një këngë shumë e bukur, titulli nuk mund t'ja kujtoj për momentin. Rrugët janë një lloj. Ajo fliste për emigracionin, nga çka kuptova unë, dhe faktin që mbeten vetëm dy të moshuar. Ajo është tjetër. Titulli nuk më vjen tani, po ishte e bukur. S'më kujtohet as mua titulli. Vetëm kanë ngel. Po, për dy prindër që nuk i kanë fëmijët këtu, kanë mbetur vetëm, kalojnë ato ditët e tyre po njësoj, si gjithmonë, me kujtimet e tyre, domethënë nuk është një këngë, si më thënë, një tekst përshkrues, është një rrëfim i një dite të prindërve pa fëmijët e tyre.
dhe thjesht kaq. Pjesën tjetër interpretimin e bën vetë dëgjuesi. Dhe ky është problemi. Kur i them miqve të mi, muzikantë që duhet bëni tema të tjera, thonë që nuk na përkrah, nuk na dëgjon njeri. Si shpjegohet? Dhe unë kam përshtypjen që është e kundërta. Që njerëzit e duan të vërtetën, kanë nevojë të mendojnë dhe ti duhet t'ia ofrosh. Në momentin që s'ia ofron, sigurisht që ashtu do mendosh që jo, nuk na dëgjon njeri. Unë e mendoj njësoj si ty dhe më vjen mirë që e gjeta të artikuluar këtë gjë. Që këtu të paktën me sa kemi dëgjuar 90% ose ndoshta 99% e këngëve ose dhe atyre që mund t'i quajmë këngë me shumë rezerva janë rrotull i dedikohen dashurisë, romancës, këtij lloji emocionaliteti, ndarjes, baladë, rrotullohet këtu gjithçka në këngë. Absolutisht. Ende duket sikur shoqëria shqiptare vuan vetëm për dashuri. Ka shumë dashuri pas kemi pas, ku diun. Ne nuk kemi një temë politike që ta kapësh. Si ka mundësi domthon 36 vjet, me që jemi edhe në ditë protestash. Si nuk doli dikur që të flasi për politikën. Kuptohet që nuk do flasi për njërin apo për tjetrin, jo me emra të përveçshëm. Me dukuri, po të flasi për bindjet politike që ka, për diçka që mund të bëhet më mirë, që kjo gjë është bërë keq. Si ka mundësi që nuk doli një këngëtar që të flasi për këtë gjë? Apo ku diun për papunësinë, po themi. Janë artistët e Kosovës që kanë bërë këngë për politikën, për fenomenet sociale. Po janë artistë që numërohen me gishtat e dorës. Dhe na duket sikur kush e di ç'kan bërë dhe i dëgjoj me kaq shumë ëndje ato. Ndërkohë që do duhet të ishte më e pranuar, më e përhapur kjo gjë. Ja, e shikoni që këngët qoftë edhe politike u dëgjokan, nuk u dëgjokan vetëm këngët për dashurinë. U dëgjokan këngët kosovare, se shqip janë dhe ato, apo jo? Këngë shqiptare janë dhe ato. U dëgjokan. Dhe besoj publiku do ta gjente shumë veten tek këngë të tilla, sepse përtej çdo deklarate të ndonjë individi që po ç'pun kam unë me politikën, gjithë jeta që ne bëjmë gamgjesin në mbrëmje është produkti i politikës, kështu që detyrimisht kemi nevojë për pak shumë. Kënga fituese e festivalit, po themi, nuk është shumë stilin tim, por është një këngë që është për emigracionin dhe ka folur shumë. Njerëzit e këndojnë, e kanë si motiv të tyren. Domethënë dhe ajo është një forcë, teksti është një forcë që e pluson këngën. Ti mund të kesh një këngë shumë mirë, po s'patet një tekst të mirë, po e patet kështu la la la. Dhe dëgjosh për momentin, po nuk do mbetet në memorje. Absolutisht. Dhe për këtë vuajmë, për gjëra që mbeten në memorje. Ne kemi nevojë për tekste, për rrëfime. Domethënë të gjithë ata që merren me art, nuk po them artistët, të gjithë ata që merren me art duhet të jenë rrëfimtar. Edhe kur bën një film, edhe kur bën një shfaqje, ti tregon një histori. Edhe pjesën e moralit duhet ta lësh çik më vete, domethënë sigurisht që aty brenda ka një qëndrim që ti domethënë je tifoz me njërin nga personazhet apo me një grup personazhesh, por ti përpiqesh të tregosh një histori. Ne jemi rrëfimtar. Çdo film i madh dhe i bukur që është bërë në këtë planet ka pasur nga brapa një histori të madhe. Ka një rrëfim. Është një rrëfim. Ti në fakt i paraprin pyetjeve që unë dua të bëj, edhe më vjen mirë për këtë. Pse s'kemi ne tekste, vuajmë nga tekstet? Sepse s'kemi letërsi? Ndoshta? Nuk jam as i këtij mendimi. Mbas është kjo që them, domethënë që këngëtarët vet shkojnë mbas gjërave të lehta që mund të bëhen të lehta dhe mbas asaj çfarë do publiku, jo çfarë i duhet publikut. Dua ta lidh me një pjesë jetës time artistike. Unë bashkë me kolegun tim Samir Gongo kemi bërë një sitcom. Po. Familja Kuqezi. Familja Kuqezi. Familja Kuqezi. Mbiemri i familjes është Kuqezi, jo Kuqezi. Është lloj fjalësh, kuptohet. Disa kohë është dashur Erion ta mësoja, ta thoja siç duhet Kuqezi, sepse gjithmonë ishte tendenca për të Kuqezi. Familje tiranase, tiranësit kanë mbiemra të tillë, Këllezi, Dorezi, Mumajesi, janë gjithë nga pjesa dhe këta janë një familje tiranase, Kuqezi. Kuptohet që është nga
kuqezi. Domthonë ne kërkonim një mbiemër shqiptar, shkëmbi, fusha, mali etj, nuk është një që i përmbledhet. Familja Kuqezi i përmbledhet. Po ajo që doja të thoja është që familja Kuqezi është prodhuar në Tring dhe në Vision Plus më vonë. Patëm një luftë shumë të madhe me produksionin, sepse ishte kjo ideja për ta banalizuar situatën, siç është humori sot në përgjithësi në Shqipëri, dhe ne që kërkonim që ta mbanim të pastër. Kur them me banale, nuk e kam me fjalën e pist, me ato që ne i quajmë fjalë të pista. Për shembull, një nga komedianët që unë e pëlqej shumë është Sacha Baron Cohen, për shembull. Jashtëzakonshëm. Është fantastik dhe ai qa nuk bën atje, por i shkojnë shumë sepse i ka brenda logjikës. Ti banal mund t'inglosh edhe kur nuk thua asnjë fjalë të pist. Dhe në këtë drejtim ne donim që ta mbanim të pastër, të kishim konfliktin familjar në qendër, të kishim një familje shqiptare me problematikat, jo një familje të përsosur, por një familje që ka problemet e saj. Dhe ka qenë një konflikt shumë i madh. Dhe doli që ne patëm të drejtë. Domethënë nuk i shkuam ne mbrapa publikut, se këtu doja dilja. Publiku na ndoqi. Domethënë po të hysh në YouTube, Familja Kuqezi ka miliona e miliona shikime, 72 episode, domethënë më shumë se çdo sitcom që është bërë në territorin e Republikës së Shqipërisë, se Kosova ka me më shumë episode. Dhe e mbajtura shumë pastër, e pam që njerëzit e donin. Ja pra që bëhet edhe kështu. Ja që bëhet. Dhe domethënë jam i ides që publiku duhet japësh atë çfarë artisti ka nevojë, çfarë publiku do. E bëra krahasimin fillimisht me patatinat, me brokolin. Fëmijës po t'japësh patatina, atë do haj. Veç atë do haj, sigurisht. Domthon atë do. Ne do thuash pastaj si ka mundësi që ha vetëm patatina. Dhe ti do nxjerrësh fitime nga ajo gjë, po ndërkohë nuk i ke bërë mirë fëmijës. E drejt. I ke bërë shumë keq. Njëtën gjë po i bëjmë edhe ne publikut sot. Qoftë me humorin, qoftë me muzikën e keqe, qoftë me filmat jo të mirë, jo cilësor. Tu duhet ta ndaj teatrin gjithmonë, se në teatr ti shkon dhe mund të shofësh edhe shfaqje dobët, pa diskutim. Po gjithsesi edhe shfaqja e dobët e ka një po ti shikon teatr, kurse një film i dobët, domethënë mund të quaja film, domethënë ose nuk do e quaja kinema. Si më thënë, këtë lloj janë ca konflikte të shpikura nga hiçi, nga asgjëja. Hajde ja servirim se pra, nëse shpjegojmë si term, çfarë do të thot për një regjisor film i dobët? Jo vetëm film, po çdo lloj arti, në momentin që nuk të emocionon, dhe kjo është e para dhe e fundit, ka marrë fund. Një këngë që s'të emocionon, një film që s'të emocionon, që s'të thot absolutisht asgjë, është i dobët. Nuk është i mirë. Nuk kjo është aja dhe zhëja e artit. A je dakord me justifikimin që japin që po kjo është çështje shihesh, ty të pëlqen një gjë, mua më pëlqen një gjë tjetër. Se vëm dot, nuk e vlerësojmë dot. Dhe varet për çfarë bëhet fjalë, nëse përdoret si justifikim, nuk më duket, po duhet të kuptuar konteksti. Jo, e them si justifikim të përgjithshëm, si një formulë të përgjithshme. Nuk qëndron, mendon. Jo, nuk qëndron. Pra ka edhe arti disa kritere estetike që janë për te i shijeve personale të mia ose të tuat. Patjetër. Shiko, edhe këta që prodhojmë, nëse jemi akoma te filmi apo te muzika apo te filmi, besoj që janë të ndërgjegjshëm, besoj unë, janë të ndërgjegjshëm që filmat e tyre janë thjesht komercial, nuk janë kinema. Domethënë asnjëri nga prej tyre nuk ka ambicet që ta çojë filmin e tij në një festival prestigjos apo të kategorisë A, B, C, se ka lloj. Ata duan të shfrytëzojnë këtë të ashtu quajtur treg shqiptar
të shfrytëzojnë, çesin këto patatinat, si më thon, se mbase po e banalizojnë ose nuk duhet të jem kaq. Jo, po ideja vjen e qartë ideja. Se nuk kam gjë, është një lloj tregu dhe ai, domethënë një lloj tregtie edhe ajo. Prodhojmë një film, shohim nevojat që ka tregu, megjithatë them që për artin duhet bë shumë kujdes, nuk mund të shesësh çdo gjë. Ashtu siç nuk mund të shesësh edhe ushqimet. Nëse i ka kalu afati, nëse janë të shëndetshme, duhen bllokuar. Nëse janë brenda standardeve. Ka një fenomen tjetër që ndodh. Në art, domthonë nuk ka kush i vë këto kufij. Ka një fenomen tjetër që ndodh tani me filmin, pakto me ato filma që prodhohen këto vitet e fundit në Shqipëri, që janë një përpjekje dhe unë patjetër personalisht e vlerësoj. Që është ta shesësh filmin përmes imazheve publike, shumë të famshëm, shumë dashur nga publiku, duke i dhënë rolin e protagonistit, kur ndërkohë kemi shumë aktorë që mbase presin nga momenti moment kanë mundësinë të shfaqen në një produksion. Kjo është pjesë e menaxhimit asaj që folëm më përpara, domethënë. Ti shkon për të parë filan aktor, apo filan aktore, apo filan VIP, se si qëndron në film, ndërkohë që nuk ka lidhje me aktrimin. Shiko, aktrimi është profesion i vështirë, duhet të jesh shkencëtar që të bësh role të mira. Po, kuptohet, jo me lapse me letër, siç bën një shkencëtar, por atë tekstin duhet ta studiosh dhe ti nxjerrësh lëngun jetësor, i themi neve, ta bësh sa më jetësor, nuk është kaq e kollajt. Nuk mund të marrësh dikë ti nga rruga vetëm sepse ka disa klikime në Instagram dhe ti thuash hajde bëu aktor apo këta di unë. Ti shfrytëzosh imazhin. Po kjo është bërë diçka shumë e zakonshme. Një rol. Për mua nuk qëndron. Ka edhe diçka tjetër. Që po e ka prapë tek familja Kuqezi. Domethënë edhe atje produksioni ngulmonte që neve duhet merrnim figurat njohura. Ne nuk ishim me këtë. Dhe i tham që është televizioni që e bën VIP-in, nuk e bën VIP-i televizionin. Se është bërë kjo, domethënë marrim një VIP që ka shumë se na jep klikime. Je ti. Dhe fakti tregoi që ne kishim 2 personazhe aty shumë të këndshëm që si njifte askush, 2 fëmijët e shtëpisë Fationi dhe Dora, të cilët ishin jashtëzakonisht aktorë shumë të mirë dhe po themi janë bërë të njohur nëpërmjet atyre roleve. Po të kishim marrë 2 të tjerë që thjesht kishin klikime, por nuk bënin dot ato 2 personazhe, edhe produkti ynë do ishte shumë i cunguar. Megjithatë është një këndvështrim, ata ashtu e shohin, duan të bëjnë tregtime. Atë gjë është një formulë. Edhe nuk kanë faj nga një ranë, sepse sot që të vazhdosh duhet shesësh së pari, pra të nxjerrësh fitime dhe të vazhdosh të bësh pjesën tjetër. Edhe po flasim për shumë episode që ju keni bërë me familjen Kuqezi. Do i vazhdoni apo? Jo, është ndërprer, ka 2 vjet që është në mos 3 tashmë, është ndërprer për fat keq, ndërprer për mungesë fondesh. Është kohë tjetër tashmë. Domethënë ne nuk po bëjmë më prodhime shqip po quhen edhe këto bisedat studio që bëhen për politikën e ku ta di unë. Është një gjë që duhet të ndryshojmë patjetër sepse vërtet po elmohemi nga këto bisedat e darkës. E drejt. Mirë, Viola, unë doja të kaloj pak tash tek ajo me të cilën e nisëm, pra problemet e artit, të teatrit. Aty tek ai podiumi i protestës është folur për shumë problematika, për shëndetësinë, patjetër për ekonominë, se ajo është kryesorja, për migrimin, për politikën që i përmbledh të gjitha, i vë kapakun të gjithave. Por nuk kam dëgjuar të flitet për artin, për problemin e artit në Shqipëri. Nëse ti do flisje atje, çfarë do thoje për artin? Po nuk do flisje, po them vetëm 1 apo 2 minuta se s'është koha, se aty janë shumë folëse dhe nuk të del koha të flasësh shumë gjatë.
por nëse do kishe mundësi ti shtroje strukturalisht këto probleme të artit, të teatrit, të dramaturgjisë, të kinematografisë në Shqipëri, cilat do të ishin ato? Çfarë do të thoje? Siç e thash edhe më përpara, tash po e zgjerojmë çik, shqyqyr që si jemi në protest. Se ndo bërtasim, më? Jo, se nuk e përmbledh dot, sepse ka shumë probleme. Ka shumë probleme, prandaj. Domthonë bëra një artikull para 2-3 javësh, cilin e botova dhe domthonë këto janë problematikat, janë buxhetet shumë të ulta, është një ligj që nuk e favorizon fare krijimin teatror, është mungesa e infrastrukturës teatrore. Ne nuk kemi salla, dhe këtu nuk po flas për godinën e prishur të teatrit kombëtar që nuk po bëhet, që duhet ishte bërë për 2 vjet, siç u tha. Po vajten 6 vite dhe vajten 6 vite dhe është e tmerrshme kjo pjesë. Dhe për vullnetin politik. Tek vullneti politik ka edhe një çik pjesën e komunitetit artistik, e cila nuk ka qenë agresive saq duhet. Megjithatë mund ta them me plot gojën që arti është lënë në arrest totale dhe jo pa qëllim gjatë gjithë këtyre viteve. Një popull pak i ndriçuar është një popull shumë kollaj i manipulueshëm, i menaxhueshëm. Pra është lënë në arrest të qëllimshme. Për mendimin tim, po. Domthonë është një kamban cilës unë i kam rënë që në vitet 2000, domthonë mbasi kam dalë nga akademia, qoftë me artikuj, qoftë në për mbledhjet të artistëve, e kudo gjerte kafet. Errësira. Po pse mendon këta që kanë dashur ta lënë, kushdo qofshin ata në 36 vite, apo ndoshta më shumë çerëndzia, kaq shumë mendojnë që ta lënë artin qëllimisht të pazhvilluar? Kaq të thellë janë në malinitetin e tyre? Kur e thua kështu duket domosdoshmë që si e pabesueshme. Se për ta thënë, shiko, për ta thënë në mënyrë ta divulgojmë, po themi. Ne mendojmë që këta duan të vjedhin në burg, nuk është se kanë një mendim të thellë këta që të bëjnë keq me ndonjë qëllim të thellë. Këta duan të vjedhin thjesht edhe hajde aty bieri. Kaq. Po ti thua që jo, e kanë bërë qëllimisht, thua. Domthon e thën kështu siç po e them unë, domthon mund duket e pabesueshme. Por nuk është që ka ardhur një qeveri dhe ka bërë diçka dhe ka ardhur një tjetër e ka hequr atë gjë dhe pastaj kur ka ardhur një tjetër, kaq pak qeveri sa që kemi pasur. Të gjitha qeveritë që kanë ardhur e kanë ulur prodhimin e spektaklit teatror apo edhe të filmave. Pastaj pjesa e muzikës ka shkuar drejt tallavas. Gjë që mua më lë të mendoj mund të jetë edhe ashtu, që këta duan të vjedhin, po unë nuk merrem dot me atë pjesë, sepse unë nuk di gjë. E kuptoj. Po themi, pa shkaq që perceptimi publik, po edhe imi gjithashtu është që është bërë nami. Apo jo. Sepse vetëm vjet një financiere të nivelit të dytë apo dorës së tretë gjetëm 500.000 euro. Domethënë mua imagjino se çfarë në tubat dhe perceptimi im është po, këtu vidhet. Megjithatë nuk po merrem me këtë pjesë, po merrem me pjesën e artit. Mendoj që është lënë Kastile në arrest. Mund të jetë edhe banale që s'e kanë çarë kokën fare. Po fakti që s'e kanë çarë kokën dhe s'po e çajnë kokën fare për artin, për të bërë diçka për artin. Në teatrin kombëtar janë rrit rrokat, marrin rrokat mira, po ashtu edhe në teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Këto gjëra janë bërë, por a është menduar ndonjëherë për teatrin jashtë institucioneve? Çfarë bëhet me teatrët private? Ti nuk ke një ligj që e favorizon teatrin privat. Domthon ti je i detyruar të shkosh tek drejtoria e teatrit kombëtar dhe të paraqesësh projektin atë një herë në 2-3 vjet. Në rasti më të mirë flasë, apo 4 vjet. Domethënë me këta krijues të teatrit, çfarë po bën? Si mund të jetojnë këta njerëz? Dhe këtu nuk po flas domethënë që të na japi punë, domethënë janë ca të pa punë. Po është një armatë e tërë që mund të flasë, mund të ndriçojë njerëz. E thash pak më përpara,
në Librazh nuk ka teatre, nuk ka prodhime teatrore. Në Tropoj, Skrapar, në Lushnjë nuk ka, që është qytet shumë i madh. Në Peshkopi, edhe shumë rreth në Berat, që është qytet i vjetër. Dhe jo vetëm për teatr, po unë vëret paktën nga sa kam pop. Është katastrofë. Ata njerëz janë të etur për jetë kulturore. Absolutisht. Dhe edhe koncerti më minimal që mund të organizohet i ke njerëzit në shesh sepse me zor presin një mundësi të tillë të shijojnë paketë kulturore, të përjetojnë pak nga ajo që të paktën deri më tani në Shqipëri ka privilegjin ta ketë vetëm kryeqyteti. Dhe kryeqyteti e ka me pikatore, domethënë kur them 3 teatro në 800.000 banor, apo jo, është Tirana sot? Është katastrofike. Në Londër, në të njëjtën Londra sigurisht është qytet shumë i madh, domethënë, hapen në të njëjtin orar, në ora 8 po themi të darkës, hapen 400 teatro. 400 teatro. Domethënë, nga i me 30 vende. Po, i vogël. Është i vogël. Po bëhet edhe në Tiranë. Jepe mundësinë që të bëhet, mos unë s'po them që ta bëj shteti. Po ti nëse një sipërmarrës të teatrit ma fut si biznes të madh, ti e ke shkatruar sepse teatri nuk është fitim prurës. Këtu e tham, nuk ka treg jo për teatr, pas për film. Nuk funksionon si biznes teatri. Ti duhet i krijosh lehtësirat. Për këtë gjë nuk ka menduar njeri Gjerm sot se si ky muzikanti, ky regjizori, ky aktori ta ushtrojnë profesionin e tyre, ta komercializojnë, ta monetizojnë këtë profesion në të mirë të publikut. Jo që ti mbajmë me punën neve këta. Erionin që të ketë i cop rock, Erioni kështu. Arrin në një pikë artisti kur nuk ka përfitim financiar që e humbet pasionin. Pasioni është pasion, nuk ka të bëjë me vlerën monetare. Puna është po nëse për shembull ti e gjen veten në vështirësi për të shlyer faturat bazike, po nuk humbet pasioni, ti mund të jo. Okej. Është diçka që ti mund ta transformosh, ti mund të bësh një profesion tjetër. Sepse se sjell bisedën tek ajo që ndodh sot me të rinj. Pra mund të përfundojnë në Akademinë e Arteve, e provojnë për pak kohë, pastaj thon po s'më jep buk, nuk më jep buk. Dakor, po dhe unë nuk i paguaj dot faturat me pasion, kështu që më mirë po e lë dhe ta fshej aty ta mbyll diku në sertarin e zemrës këtë pasionin për artin që dua. Po domethënë e ka mbyllur diku, nuk është se e ka humbur. Po ai është një artist i humbur në atë pikë besoj. Po ke pafund artist të humbur. Dhe që dalim tek protesta për punën e artit që aty s'flet. Ajo që unë mendoj, kam parë shumë diskutant atje që thonë të vinë aktorët, të flasin aktorët. Unë atje e them me përgjithësi këtë gjë, kam takuar regjizor, kam takuar aktor, producent, kam takuar muzikant, piktor, atje, që janë të gjithë shumë të talentuar, po që nuk e gjejmë veten. Por asnjë prej këtyre nuk është i njohur, siç kanë qenë aktorët e njohur, sepse tu do të kalojmë një temë tjetër pastaj për te artit që përveç artit, këtu janë luftuar në mënyrë të fuqishme elitat e një vendi. Dhe nuk po flas vetëm për artistët, për regjizorët e teatrit apo aktorët. Ne nuk njohim mjek, nuk njohim inxhinier të shquar, e drejt, arkitekt. E drejt. Në vitet 90 ishin me emra, një e filani. Ne nuk kemi më shkrimtar dhe jam shumë i ngarkuar kur e them këtë gjë. Ne nuk njohim shkrimtar sot. Si ka mundësi vendin që ka nxjerr Lazgush Poradecin, Migjenin, Ismail Kataren, Fishtën. Si ka mundësi nuk pas ka talente të reja që dalin? Të fundit kanë qenë Ervina Tipi, Moza Ahmeti në vitet 90. Nuk ka më, patjetër që ka, por nuk i njeh njeri, sepse sot është koha e komerciales, është koha e vipave të rrem, dhe këtyre po i jep shteti, po i jep shumë prioritet. Po ashtu edhe mediat, po me sa duket mediat pas kanë qenë shumë të lidhura me pushtetin dhe e gjithë kjo kadencë artistike dhe elitave
për mua është i qëllimit. Erion ti thej që Kosova financon shumë më tepër. Po, në teatrin, film. Kinematografin. Po. Maqedonia e Veriut financon. Po. Dhe Kosova është shtet shqiptar, nuk është shtet suedezësh. Apo jo. Po. Ka financime goxha më të kënaqshme se nuk po themi që bën ka sa Kroacia ndoshta, nuk e besoj se ka, por ka buxhete më të larta. Të paktën qendra e filmit, po ashtu edhe teatri, ka buxhete më të larta. Bilës një mikesha ime, aktore në Kosovë, tha që teatrat private tash po dalin më mirë se këta që punojnë në shtet. Dhe kjo është gjë shumë e madhe. A kupton? Dhe kjo tregon që dhe mund të funksionojë. Kjo gjë mund të funksionojë. Po kjo ka funksionuar në vitet 2000. Po. Në vitet 98-2000, këtu ka pas 3 teatro privat që ishin shumë të suksesshme. Ka qenë Publimedia, Princi i Vogël dhe Oaz. Kanë qenë të treja, mbase se keni një gjuhë kurrë, kupto, pa kanë qenë jashtëmase të suksesshme. Jepte Ministria e Kulturës jepte financime për to, por pastaj u mbyll, nuk jepte më, nuk e di, ishte i rubinet që njëri e hapi, tjetri e mbylli, domethënë, nuk kishte një ligj, sepse domethënë dalim pasaj te ligji është bisedë shumë e gjatë. Dhe ligji është bërë në 2010 pasaj dhe nuk e favorizon fare këtë gjë. Ligji është kap çat kapësh. Domethënë merr një projekt aty, merr ato lekët, futin në xhep, ço ato faturat atje. Po jo që ti të krijosh një produkt teatror që ti shërbej publikut. Jo. Kjo është bërë domethënë morën edhe këta ca lek. Dhe filmat e Kosovës shkojnë në festivale, siç ishte rasti i filmit të këtij viti. Po, patjetër. Domethënë kjo nuk ka të bëjë vetëm me financimet pastaj. Është gjithë mjedisi, gjithë ekosistemi. Mjedisi sigurisht është edhe hapja e mendjes, kosovarët kanë qenë më të hapur me perëndimin. Duket që sikur 36 vjet, por nuk janë dhe aq shumë, neve na kanë ndryth shumë komunizmi. Patjetër është edhe buxhetet e gjitha, po të kishim buxhete më të mëdha, do prodhojë më shumë, do kishim filma më shumë cilësor, po. Patjetër. Por në kohë jemi për të ndryshuar gjërat edhe për të sjellë një frymë më optimiste për kinematografin edhe për artin në tërësi në Shqipëri. Përpara se të shkojmë te hapësira e radhës muzikore, ty që rasme nga një bono. Ajë të ëmbëlsojmë pak tani. Tani gjithmonë pyetet miku në shtëpi, kështu që Erion do një shije kështu me që e kemi me rak, kemi disa, kemi me qershi. Kam përshtypjen kjo duhet jetë me lajthi. Me lajthi. Jo. Që është kjo? Qumë është edhe çokoladë dhe të tjetrën që është me lule shtrydhe. Cilën nga këto? Me fruta, lule shtrydhe. Lule shtrydhe, perfekt. Egon? Ma jep atë me çokoladë. Këto? Me çokoladë, jo me lajthi. Po është edhe me çokoladë dhe me qumë është. Të bëft mirë Egon, ndërkohë që ju shijoni hapësirën muzikore. Dhe rikthehemi pastaj për të vijuar pjesën e tretë. Mirë, jemi rikthyer me Erionin dhe me Egonin, vazhdojmë të diskutojmë edhe në hapësirën muzikore, se ka gjithmonë gjëra për diskutuar kur bëhet fjalë për artin. Ndërkohë që unë do doja të pyesja Erion, si është më e vështirë? Pra cila është më e vështirë? Ndërtosh një personazh pozitiv apo personazhin negativ? Gjithmonë kam qenë kurioze, pra cilat janë kur shkruan tekstin, cilat janë karakteristikat që vendos në pa tekst secili dhe cili ta bën punën më komplekse. Domthon për dramaturgjinë mendova se po pyes si aktor. Sepse së fundi edhe si aktor, ose besoj ka vend për të dyja drejtimet. Po, ne kemi pasur në shkollë një thënie që personazhit negativ gjej gjithmonë gjërat pozitive dhe aty pozitivit gjej anët negative. Dhe kjo funksionon edhe për dramaturgjinë, edhe kur shkruaj. Domethënë një personazh negativ që ka një X problematik të tij në karakter, atëherë mos e nxi më tepër. Bëhet të zgjuar, bëhe familjar, bëhe fuskot, nuk e di. Do më gjej anë të tjera të mira,
sepse është publiku ai pasaj që i vendos notën. Po ashtu edhe personazhit pozitiv. Nëse ai është i mirë tek një gjë, është i formulë që në mënyrë skematike funksionon shumë mirë tek një film që unë kam shumë qejf që është spektakël Die Hard për shembull, me Bruce Willis, që ai është personazh shumë pozitiv, por ka 1001 problematika si njeri. Por ai luan gjithmonë të mirin. E mora kështu si skemë për ta bërë sa më të kuptueshme. Sa më shumë problematika të ketë një personazh, aq më shumë histori gjeneron, aq më shumë konflikte gjeneron. Është një shembull shumë i mirë, për shembull në një anije kozmike, ku të gjithë janë profesionistë mirë, e njohin shumë mirë profesionin e tyre, shkojnë hapësirë dhe kjo nuk bën fare për film, sepse gjithë do merreshin me atë profesionin, po njëri prej tyre duhet të jetë llafazan, tjetri duhet të jetë një njeri nervoz që nuk i duron dot llafet e tjetrit dhe kështu fillon gjeneron edhe konflikti. E thënë kjo është njëjta gjë si për personazhin pozitiv si për negativin. Po për shembull ka ndodhur ndonjëherë që kur ke qenë duke shkruar skenarin e ke pasur shumë mirë parasysh se ku do ta drejtosh publikun në mënyrën se si do ta shoh këtë personazh, po të ka dalë jashtë plani pastaj. Po, ndodh edhe ashtu. Siç më ka ndodhur mua me shumë filma ose me shumë seriale për shembull që ato çka e kam parë në fillim si personazh negativ, pastaj më ka ardhur keq, më ka hyrë në zemër, kam kuptuar që veprimet e tij janë pasojë rrethanave në të cilat është gjendur. Kjo është diçka që shumë autor, dramaturg punojnë shumë me empatinë e personazhit. Po i them edhe një herë familjes Kuqesi, me që publiku e njeh. Aty ka shumë konflikte, ka shumë problematika, ndodhin gjëra të mira dhe të këqija, po ti nuk e urren kurrë një personazh. Atë nuk e merr kurrë dot i nat një personazh. Megjithëse ai mund ta ketë shumë gabim. Filmi është pak më ndryshe, sigurisht që ti pozicionohesh më ndryshe, një personazh mund të bëhet shumë i urryer. Megjithatë, ti gjen diçka të mirë tek ai personazh, ku di un Joker po themi, që është një realizim fantastik. Domethënë ai ka 1001 zeza, megjithatë ti prapë e do si personazh, ka gjëra të cilat ti ja vlerëson. Dhe jo vetëm që ja vlerëson, po në një moment ndjesh i keq ardhur. Për atë, po, kjo është pjesa e empatisë që dramaturgët po edhe aktorët vetë punojnë për personazhin. I gjejnë, domethënë përtej ligësisë që ka personazhi, ndërtojmë ato pjesët e tyre të mira. Po themi një personazh që unë e kam vënë teatr, Tartufi. Fjala vjen. Tartufi është simboli i mashtrimit, i gënjeshtrës, i të keqes për mendimin tim. Unë e kam theksuar shumë pjesën e ligësisë tek Tartufi kur e kam vënë në skenë. Por Tartufi është shumë i zgjuar. Është një njeri jashtëzakonisht i zgjuar, ditë manovrojnë në të qindën e sekondës. Dhe këtu ai mund të bëhet simpatik një moment, megjithatë ai ngelet një mashtrues. Personazhi për ty si regjisor është produkt individual i vetes, qoftë i mirë, qoftë i keq, pra qoftë hero, qoftë antagonist, apo është më shumë produkt i rrethanave? Në ç'kuptim nuk e kuptoj si pyetje. Pra, është një produkt i cili ka zgjedhur që të jetë i keq apo të jetë i mirë, apo është një produkt i përcaktuar nga rrethanat, pra ndërtohet i tillë nga rrethanat. E kuptova. Pra që kuptova, po. Bëhet tragjik sepse nuk i shmanget dot rrethanat. Është si veza pulën apo pula vezën. Okay, edhe kështu mund të trajtohet. Jo, është e tillë, sepse paktën nga librat për skenarin apo për dramaturgjin gjithmonë thuhet nuk dihet është karakteri që e bën ngjarjen apo është ngjarja që e bën karakterin. Po. Prandaj thash, gjitha kanë rëndësi, edhe ngjarja ka rëndësi, po edhe karakteri ka shumë rëndësi. Nëse do ikësh në hapësirë, në atë kapsulën e qetë atje që s'ndodh asgjë, po ti duhet ta provokosh, o me karakter o me një ngjarje, do ikë oksigjeni, fjala vjen. Kjo është një ngjarje që i provokon, po nëse ti s'ke karaktere brenda,
nuk do arrish të gjenerosh ngjarje të tjera që të shkosh te ngjarja kryesore etj. Dhe është pikërisht ky lloj ambiguiteti, po themi, është karakteri e bën ngjarjen apo ngjarja e bën karakterin, është diçka që nuk është gjetur akoma, po themi. Dhe e njëjta pyetje vlen edhe për jetën reale. Besoj që i qëndron. Patjetër. Kemi dëgjuar gjithmonë që filanin e ndjek fati keq apo fati mirë, nuk e di, domethënë, jo, është karakteri që i bën ato lëvizje që duket sikur është një fat nga mbrapa. Sigurisht që fati ekziston, po një moment, dy momente, nuk mund të jetë gjatë gjithë jetës sënde që ndikojnë jetën tënde. Je ti që i gjeneron ato ngjarje në jetën tënde. Je vetë shkrimtari i jetës tënde, kështu që merr penun në dorë dhe jepi drejtim në datë që të jetë historia e mirë, do e bësh të mirë bashkë me ato gjërat e vogla që ta prishin pak humorin her pas here dhe pastaj në raste të tjera do shkosh në drejtimin tjetër. Ato gjërat e vogla që japin nuanca. Tani, cili është rreziku më i madh për një artist? Të mos kuptohet apo të kuptohet gabim? Të mos kuptohet apo të kuptohet gabim? Të mos kuptohet është fatkeqësi, me thënë drejtën. Mos kuptohet, po këtë e thot vetëm artisti. Pastaj, do thotë që unë nuk më kuptuan. Ke ndjerë ndonjëherë gjatë karrierës? Ja. Nuk mund ta them asnjëherë që s'm kanë kuptuar. Shiko, unë domethënë dikush që merret me art duhet të jetë shumë i ndërgjegjshëm në atë gjën që bën dhe ta kuptoj kur nuk i ka mirë punët. Po, unë këtu nuk e kam bërë mirë. Nuk është faji i këtyre që nuk më kuptojnë. Kurse pjesa tjetër pastaj si ishte, domethënë të mos kuptohet apo të kuptohet gabim? Të kuptohet gabim pastaj është diçka që mund të ndodhi. Po, mund të ndodhi. Po që mos të kuptojnë të gjithë për interpretim. Mos të kuptojnë të gjithë është pak e vështirë. Domethënë që ti nuk e bër gjë. S'ka mundësi tjetër. Besoj ky është diskutim që vlen sa i përket kritikës së artit në Shqipëri. Do të kishim ne art më të mirë, kinematografi më të mirë, teatr më të mirë, nëse do kishim një kritik të mirëfillt arti në Shqipëri. Patjetër. Gjithmonë konflikti çon gjërat përpara, gjithmonë për mirë. Sado duket sikur merr për keq, po konflikti i çon gjërat përpara për mirë. Edhe krimi një konflikti midis artistit dhe kritiku do i çonte gjërat më mirë përpara. Është për të ardhur keq që këtu mungon kritika institucionale, po them se ka kritika, është njëri që merr përsipër të bëj kritikën në një shfaqje apo një filmi, po kryesisht ngelen tentativa individuale, nuk është e artikuluar si një institucion. Do ishte shumë mirë, patjetër. Dhe duke marrë parasysh karrierën tënde që ka qenë edhe në shkrimin e teksteve të sitcomit Kuqezi, po edhe në shkrimin e teksteve të filmave, cila është më e vështirë prej të dyjave? Pra, të ndërtosh një sitcom apo një film në tërësinë e tij? Sitcomi është më i thjeshtë. Gjithmonë me Sajmirin e thonim atëherë që është krahasimisht me filmin është si të luash kalçeto dhe futboll. Sitcomi është një mini film që zhvillohet për 22-25 minuta dhe mbyllet atje, por nuk ka të bëjë me minutazhin. Kjo ka të bëjë me thellësinë e asaj që ti po trajton. Një sitcom nuk e ka thellësinë e një filmi artistik, pa çka që ne jemi munduar që të sjellim në të tema vërtet shumë të mira. Kemi pas tema të cilat janë rrahur fort dhe kanë qenë tema të forta, si më thënë, edhe te familja Kuqezi, po sigurisht kanë qenë me pakic dhe nga episodet më të mira aty. Kurse filmi je i detyruar të thellohesh
brenda 2 orëve dhe ajo nuk është e mjaftueshme. Megjithatë, për të thënë diçka shumë më të madhe se çdo ta thuash në një sitcom. Një sitcom ty të lejohet të jesh edhe grotesk, edhe të përshpejtosh diçka, të precipitosh diçka, ta kalosh diçka. Megjithatë, sitcomi ka një bukuri që nëse në një film ti nxjerr një mesazh të caktuar, në sitcom personazhet e nxjerrin një mësim të caktuar, po kur vjen episodi i radhës ata nuk ndryshojnë, janë po ashtu. Kështu që sitcomi është më afër jetës se ç'është një film. Qartë. Personazhet nuk ndryshojnë kurrë, në film ndryshojnë. Unë doja të kuptoja nëse ka një vepër në teatr ose në kinema që njerëzit e kanë pëlqyer shumë tënden, po ti mendon që mund të ishte edhe më mirë, je kritik, po them. Tartufi është shembulli tipik i kësaj, që po thua Tartufi, këtë e thon financa e teatrit kombëtar, është çfaqja më e shitur e 20 viteve të fundit, po. Këtë e thon financat, nuk e thotë ajo. Është me fakte. Bëhet fjalë në 2015-ën, kur Shqipëria u kualifikua në kampionat Europian, kemi pasur vetëm një bilet të pashitur dhe ajo ishte e një çifti i cili kishte vetëm një bilet dhe ata e kthyen atë bilet se nuk futeshin dot të dy. Domthonë luante Serbia, kemi luajtur me Serbinë, ka qenë salla plot dhe gjitha me radhë. Dhe natën e fundit, kur është mbyllur Tartufi, ka pasur sa brenda aq dhe jashtë. 500 veta, po. Një sukses absolut. Por disa gjëra mendoj që mund t'i kisha bërë më mirë. Dhe marr përsipër të gjitha gjërat, nuk dua t'i lë asgjë aktorëve që kanë qenë të mrekullueshme apo skenografit, kostumografit. Tartufi u soll në formatin e vet klasik apo klasik, jo? Po. Ka qenë klasik me dekor klasik. E vetmja gjë është që domethënë nuk ndoqa ato 4 muret e klasicizmit, dola si më thënë në obor, një skenografi e jashtëzakonshme nga Kiço Çala. Kostumet e Nocet Shiakut me kostume franceze klasike. Ta asaj kohe, po. Muzika baroke, gjitha. Domethënë nuk e sollan kohë, si më thënë, liksin e Tartufit, domethënë për te mashtrimit, i mshova shumë pjesës së liksisë. Përveç Tartufit ishin të veshur si Tartufi, disa personazhe që rrinin tek holli i teatrit kombëtar dhe kur hynin njerëzit, shikonin këta me kapuçë, ashtu siç del më vonë Tartufi, domthon ti të keqen e ke kudo. Po ashtu ndodhe edhe kur dilnin. Domthon sado që Tartufi si më thënë dënohet nga mbreti, ai e keqja mbetet po këtu. Ka qenë një spektakël shumë i bukur, por si më thënë nga ana, si më thënë, kozmetike mund të kisha bërë akoma më shumë. Po janë detaje të vogla që besoj që po, çfaqja jashtëzakonisht shumë. Por që ty të mbeta në mendje. Po, që mund të kisha bërë më mirë. Gjë që nuk e kam për çfaqje. Shiko, nëse do gjesh një artist që thotë që si kjo çfaqje, unë s'kam çaj bëj më kësaj çfaqje. Nuk do të gjë. Jo, nuk është artist, gjithë kam pengje në çdo gjë. Kudo ndash muzikanti, piktori, domethënë nëse një piktor thotë që kjo vepra ime është e mbaruar, domethënë nuk besoj se thotë vërtetën ose s'është artist. Mirë që nuk ka dalë akoma ndonjë piktor t'ia marri korniz ato tablon të varur nga muri dikujt ta rregulloj se nuk e ka realizuar siç duhet pak në pikpamjen e tij. Ka pengje, gjë që si kam për shfaqjet e tjera, po për këtë po kam shfaqje. Për tjerat kam gjëra tjera patjetër, domthonjë, po jo në të këtij niveli siç kam te Tartufi. Megjithatë, çfarë tepër e suksesshme të vitën edhe mbase. Shumë e suksesshme. Po. Edhe mbase edhe kjo është arsye pse je treguar kaq kritik ndaj kësaj shfaqje. Që do të thotë je surprizuar nga suksesi. Wow, çka ka ndodhur? Ajo është një penë e jashtëzakonshme. Molieri është Molieri. Një penë e jashtëzakonshme.
Dhe që kur thua Tartuf, Molière, Është brand. njerëzit është brand. Është brand. Eksakt. E di domethënë. Njerëzit do vinë ta shohin. Ju bashkangjita dhe unë si brendi dhe por ju përgjigja më shumë pyetjes që më bëremi fjalë. Po, mund ta them te Tartufi këtë më shumë se te gjitha çfaqjet apo çdo krim tjetër që kam bërë. Të ka ndodhur për shembull që të dalë ndonjë personazh jashtë kontrollit në sensin, sidomos edhe si skenarist, që e ke shkruar duke e profilizuar, duke e vendosur të mirë ose të keq ose në ndonjë pozicion tjetër dhe rrugës ka dalë që shiko se ky nuk është i tillë. Surpriza ka gjithmonë, ka surpriza për mirë, ka surpriza për keq. Po që të dali nga shinat e Pra të surprizoj personazhi kaq shumë apo nuk? Po ndodh, patjetër. Që ti ke bërë diçka dhe ke një pritshmëri tjetër, ndërkohë aktori ka sjell diçka tjetër. Atje në bashkëpunim kemi arritur diçka shumë më të mirë se mendoj në fillim, patjetër. Siç ka edhe raste tjera pasaj që një aktor nuk ta realizon ashtu si do ti mundohesh. Si zgjedh aktorët? Pra, si e kuptojnë që ky është aktori i duhur për këtë personazh? Kam përshtypjen regjizorë ndryshëm përdorin ky është profesioni ndryshëm. Ky është profesioni ynë. Don të shohim ato karakteristika që ka një personazh. Kush nga aktorët ndatën nuk funksionon shumë, kurse në film është më e fortë kjo gjë. Ti do gjesh një aktor që është më afër atij profilit që ti ke. Nëse të duhet, po them, një burr 40 vjeçar, ti do gjesh një burr 40 vjeçar. Në teatr ti këtë e bën edhe me 50 vjeçar, e bën edhe me 20 vjeçar, një burr 40 vjeçar. Mjafton që ai të jetë një aktor shumë i mirë, të jetë veprues, i themi ne. Varet nga karakteristikat, bën audicione për këtë punë. Kam bërë disa audicione. Kam përzgjedhur në bazë të karakteristikave që ka pas filan personazh. Përputhen shpejt aktorët shqiptar me rolet që marrin? Po, aktorët shqiptar janë profesionistë të mirë, siç janë profesionistët aktorë të çdo vendi të botës. Po kemi aktorë jashtëzakonisht shumë të mirë, siç ka Italia, siç ka Franca. Disa prej tyre mund të ishin shumë mirë edhe në Hollywood, pa diskutim. Edhe nga ata që kanë qenë, dhe nga këta të sotmit, pa diskutim. Një emër Jo, nuk dua të them emër, faleminderit. Jo se do i ngelet hatri shumë të tjerëve. Duhen ka emra, ka shumë emra, si meshkuj si femra. Nuk do preferoja sepse janë disa. Nuk po themi që janë 100, Po janë disa. Po 5, po. Mund të. Qartë. Ky është maksimumi që mund të marrë, një numër, një shifër, 5. Ka. Mund të jenë 10, mund të jenë. Ndërkohë, duke ju rikthyer cilësisë së filmave shqiptar, edhe duke e ndalur fokusin dhe fakti që ne këto vitet e fundit po kemi shumë tentativa që ta bëjmë Shqipërinë të njohur ndërkombëtarisht, turizmi e gjitha këto me radhë. Nëse një huaj do të shihte vetëm filmat shqiptar që janë prodhuar vitet e fundit, çfarë do të mësonte për ne si popull? Nuk po them që është e vërteta, po çfarë do të mësonte përmes asaj që i paraqitet nga kinematografia? Shumë pyetje interesante, nuk e kisha bërë ndonjëherë këtë pyetje sinqerisht. Nuk e di. Po di ta them që ne njohim shumë mirë Italinë nga filmat që janë prodhuar mbas luftës kryesisht. Nuk di ta them këtë gjë. Nuk e di. Sepse dal prapë tek ajo që nuk kemi qenë dhe aq vërtet nëpër filma. Për shembull, një film italian që unë kam shumë qejf është Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, që gjithë transformimi i qytetit ndodh nëpërmjet kinemas, se si një qytet e dal nga lufta e rënuar e kapitur nga lufta nëpërmjet kinemas, që njerëzit shkojnë atje, bëhet një qytet më se normale vite më vonë.
njerëzit janë shumë të edukuar, janë shumë të qytetëruar, janë shumë të kulturuar. Nuk jam i bindur që në Shqipëri ka ndodhur kjo gjë. A mund të ndodhte në Shqipëri duke parë vetëm filma shqiptar? Flas për ne shqiptarët, nuk e për ne, Nuk e di si do ishim neve duke parë, sepse ne, e them edhe një herë, nuk e kemi parë veten në kinema. Fatkeqësisht. Nuk janë bërë filma për që shqiptarit shikoj veten. Aty janë bërë filma që propaganda të maksimizoj pikët e veta, domethënë të nxjerrë njeriu e ri. Janë bërë filma që shkojnë jashtë logjikës njerëzore. Në kuptimin që nuk kemi çfarë të janë shumë propagandë, domethënë ky njeriu i ri që duhet formojë që ne duhet të jemi bashkë të gjithë, prona për bashkët, ku ta di unë, këto domethënë janë jashtë logjikës njerëzore, siç është vetë teoria marksiste. Erion, në përfundim, do doja patjetër të të pyesja lidhur me filmin shqiptar më të rëndësishëm ose më të preferuar tëndin. Cili është? Prall nga e kaluara. Okej. Filmi që në një lloj forme të ka formuar si regjisor? Nga gjithë krimtaria botërore, besoj. Po të duash qoftë shqiptari, qoftë nga gjithë botërorja. Nuk se këtu varet kush ka formuar ty, po themi, nuk janë shumë filma, domethënë kam dobësi për Kubrick, por do të veçoja Hajdutët e biçikletave. Shumë i bukur. Vittorio De Sicas. 48-ës. 48-ës. I jashtëzakonshëm dhe me një thjeshtësi të frikshme. Fenomenale. Është replikuar dhe në Francë ky. Hajdutët e biçikletave. Po, më duket, po. Është, me sa di unë ka marrë Oscar, por kjo pak rëndësi ka, domethënë, po është një film domethënë sa simbolik ka që dhe i thjesht një njeriu që i vjedhin biçikletën dhe praktikisht i kanë vjedhur jetën. Neorealizmi italian. Neorealizmi i famshëm italian, interpretuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Është një film që më ka lënë mbresa të fuqishme, por pa diskutim që janë pafund filma të mirë. Duke hequr këtë, filmi që do të kishe dashur ta kishe bërë vetë. Hiqe këtë, se këtë ma merr mendja, po një tjetër. Qoftë shqiptar, po të duash ku di unë, patjetër i huaj, i mirë se ardhur. Film që do doja ta kishe bërë, një film. Nuk di, Barry Lyndon. Barry Lyndon i Kubrick. Okej. Interesant. Filmi që nuk lodhesh duke e parë? Barry Lyndon. Okej. Dhe shumë të tjerë, se janë shumë të tjerë. Patjetër. Dhe tani si regjisor, një sugjerim për publikun, një film i nënvlerësuar që publiku duhet ta zbulojë. Një sugjerim i yt. Më kape ngushtë. Nënvlerësuar shqiptar i huaj. Çfarë të ku e gjen ti që mendon që është i nënvlerësuar artistikisht? Po, do të them një film shqiptar. Që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë dhe nuk e di se si ka shpëtuar mbase me atë propagandën mbrapsht. Është Radiostacioni. Është një film me skenar të Ismail Kadares, me regji Rikard Ljarjas, se si një grup partizanësh marrin në dorëzim. Filmin e kemi parë të gjithë. Po. Radiostacionin, se sa e rëndësishme është informacioni, sidomos në kohë lufte. Dhe se si informacioni kalon nga duart e atyre që janë gënjeshtarë, gënjeshtarë të tjerë, domethënë që po e marrin. Është një film që më pëlqen shumë për gjetjen që ka, dhe them që është i nënvlerësuar. Nuk është nuk është shumë propaganda aty komuniste? Jo. Thuaje me zë të lartë po borgjeze. Eksakt. Ai është një njeri krejtësisht i paformuar. Ai është një partizan në mikrofonit. Siç po shohim edhe këto ditë, domethënë që në mikrofon kush nuk po hipën.
Dhe po flet atje, domethënë në emër të parimeve të lirisë etj. Edhe ai interpretuar mrekullisht nga Birçe Hasme, patjetër. E humbëm vetëm pak kohë më parë. Pak kohë më parë, aktor i jashtëzakonshëm. Pikërisht ai moment, ai thot gjitha. Se si një aristokrat është ulur atje, domethënë, mbas ajo ka qenë gënjeshtare për kohën e vet, dhe vjen ky që ka drejtën, ka forcën. Që ka forcën? Po kjo gjë po ndodh tek mediat sot. Apo jo? Po. Ne po e shohim te mediat. Mediat kanë forcën e mikrofonit. E drejt. Domethënë shoqëri që janë rrjetet sociale që ne pak a shumë orientohemi drejt së vërtetës. Po çosh, mediat është shumë e vështirë të kuptosh se çfarë po ndodh. E drejt. Mirë, Erion, në përfundim edhe një dhuratë tjetër nga Kinema Cineplex, është një bilet çift, bilet dyshe, është pa datë. Kështu që mund të shkosh me këtë dëshirosh, kur të duash për të parë filmin që do ta zgjedhësh ti. Prandaj është edhe pa datë. Faleminderit shumë. Në Kinema Cineplex në Teg ose në QTU. Ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e Kinotekës, uroj që ti jesh kënaqur po ai sa u kënaqëm edhe ne. Faleminderit edhe ju. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi veçantë. Shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ju që na ndoqët deri në këtë moment. Uroj t'ua kemi bërë pas ditën më të këndshme. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, na gjeni në Instagram, në YouTube, në Spotify dhe siç e themi për herë, kur na shihni rrugës, mos harroni na përshëndesni se na bëhet qefi. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër, deri atëherë, miru takofshim. Pafshim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta.